Jemi rikthyer, kemi kaluar në një moment tjetër. Kemi thënë që për çdo javë këtu defilojnë emrat nga më të njohurit shqiptar. Ata që mbartin me vete përvoja interesante, shkencën, dijen, aktivizmin, edhe dashurinë, patriotizmin, gjëra të bukura. Ne sonte gjithsesi këtë javë kemi fatin e mirë të rrallë, ta kemi mysafir një profesor të nderuar, një akademi më vete, një njeri që në kurrizin e tij mbart krijimtari, vepër, shkencë, dije, adetarizëm. Zonë e zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, profesor doktor Xhavit Bicaj. Hajde, prof. Uzoni savitën tënde. Prof, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Si je, prof? Mirë. Si po ndjesh? Si në shtëpinë. Si në shtëpinë tënde. Ke arte studenti jotë. Normal. Së pari mirë se erdhe. Së dyti, dua ta nis kështu bisedën me juve. A e dini që ju profesor tanë na keni mësuar shumë mirë? A e dini që ju profesorët tanë keni vënë baza fantastike, shtylla kombëtare se i cilin e segmentin e vetë. Edhe unë të falenderoj nga zemra me shumë dorë trokitje bashkë me publikun dhe telespectatorin që më ndjesh. Ajo ishte detyrë dhe obligimi ynë. Posa që është në kohën kur kemi vepru, kur nuk keshim shtetë tonin, shumicën e kohës, përveç një 10 vjetë që kanë qenë masë asaj kushtetutës 1974 dhe 1981. Kështu që arsimi ka qenë shtylla e aktivizmit e shoqërisë shqiptare në ish Jugosllavinë përgjithësi. Profesor, po ju e keni bërë me shumë shpirt, me përkushtim, vërtet me shumë patriotizëm brenda, me dashuri, jo për vetën tuaj, po për kombin, për adheun, për duke krijuar, kam ta tregu një shembull. Sa po doli Adem Demaçi nga Burgu me dy shok, me doktor Sali Sefen edhe me një shok tjetër, dolëm në një drekë dhe i thashun, ti ke bë më shumë se Skënderbeu. Jo, tha, kemi bë gjithë bashk, tha, mbi të gjitha, a e sheh profesor tu sa mirë të kanë bë ty doktor, këtë inxhinier, këtë doktor, këtë dhe ky përkushtim kur kthehemi në retrospektiv për ta menduar, absolutisht ka qenë i jashtëzakonshëm, sepse ajo ka qenë betejë që e keni nis dhe e keni fitu duke na kriju ne, duke i bën fakultetet, universitetin, duke i bërë specializantët, specialistat, magjistrat, doktorët, ato e keni pas në dorë, dhe duke shpërndarë diturinë përmes tyne në krejt popullin, kjo shumë e rëndësishme, besa dhe tu i dualizot shëndetit popullit. Shkonaj, faktikisht ne në atë kohë e kemi pas si mision, jo veç profesion, punën e arsimit. E keni pas edhe mision. Kjo është me do të e kemi marrë prej profesorëve tonë që duhet përveç profesionalizmit edhe dashurin, sepse një shoqëri e okupuar nuk mund të shkojë përpara. Edhe në fundit, gjitha ato lëvizjet që kanë qenë prej viteve, them, 45 e këndej, sepse nuk e di, shumica e trive nuk e din që 45 ta ka qenë Golgot për shqiptarët, ka pas masakra, edhe gjitha ato janë ngulitur. Për shembull, në bindjen time edhe në mendjen time është ngulitur rasti kur babën tim ma kanë marrë para durve, veç 8 vjetë i kisha, milicia atëshme e servis, pasi që i kish bo dikona për 5 vjetë në ngoli atok, 58 e kanë marrë përsëri edhe kanë burgos përsëri. Dhe më thonë, ajo është ngulit... Baba ju i ka qenë ngoli atok? Veç babas ka qenë edhe Hoxha i madhi cili ka qenë njëri ndër
ndoshta më i vjetri në krejt Goljeto, këte ma ka pas tonë Sami Peja, profesori nderuar. Si i burgosën politik, që Mixhat Ajer thoshte ka qenë forcë morale e jonja. Ma i vjetri, ishte ma i vjetri edhe ishte ma dinitozi. Edhe në ishin me thy gur me gur, edhe tha, ja venshin shinjelin në pikë të vere, shkojshin djesht, gjaku durve, edhe tha e këndoj ke kongën e Muja Lilit dhe Gjezele Zalis. Do me thënë, është edhe familjare sa për këtë mu, po është edhe përgjithshme, ka qenë një frymë e përgjithshme prej Masërënjes Rankovicit, një frymë... Një farloj liberalizimi, një farloj shprese, pastaj një shkollimi vrullshëm, të gjithë, bashkë si kur... si bletët deri në vitin 1981, kur fillon goditjet na... Këthy për 180 shkollë. Një jetë për arsim, liri dhe bashkim kombëtar, Smail Ali Bicaj. Kjo është monografia që e ke shkru, dua me përmen me që e kam këtu veç, se ne sonte jemi bashkëtu për diçka tjetër. Po, kjo ka qenë në vigjiljet e 50 vjetorit të vdekjes, kjo ka qenë babaj imi cili ka vujt 8 vjetë burgjet e Volgotat e Serboslavis. E Serboslavis. Serboslavis, unë edhëm. Kështu që më shumë ata që e kanë ledzu mund të... Po, kanë mundësi me gjetë dhe me ledzu dhe me pa historinë tonë të përgjithshme për mes këtij libri. Po kush është ky profesor Iza Bicaj, jeta dhe vepra që... Gati me thonë shëqyrë që dole në pensione, po na shkruan libra tash. Kjo është faktikisht në familjen tonë personi i parë që i ka kryer studimin në vitin 1956. 56, no? Edhe në fakt pasi që ka kryer studimet ka punu si profesor në gjimnazin e Gjilonit, edhe aty ka qenë profesori i parë sipas ish nxënësve të tij të gjallë, që ka qenë me fakultetin në gjimnazin e Gjilonit. Edhe për ndryshe, serbët e kanë quajtur gardian i shqiptarëve. Për ndryshe ka pas, sa për dijenin e opinionit, ka pas nxënës për shembull Xhelan Recep Elmazin, ka pas Mehmet Halimin, akademikun. Emra të mëdhej. Që kjo që e thash fillim? Na keni kriju, na keni bërë. Në pej, për shembull e ka pas Jusuf Gërvallën, Enver Hadrin, Ibrahim Rgovën, i ka pas nxënës. I ka pas nxënës. Po i do të fasim prej këtyre emrave që na i ceke deri më tani, që disa nuk janë më. Mirë, prof. Ju jeni profesor doktor i radiologjisë dhe onkologjisë. Kryesisht janë të radiologjisë ose të onkologjisë? Apo ka edhe kështu? Tash ka radiologji dhe onkologji ndaras, por unë, kur kam mbaru specializimin, vitin 1980, nuk ka pas specializim ndarë. Ka qenë radiologjia. Me onkologjia? Radiologjia, edhe ne që kemi qenë të orientuar për radiologjinë onkologjike, e kemi pas 75% të stazhet radiologjie onkologjike, ata që kanë qenë për radiologjinë diagnostike, imazharike, 75% kanë qenë të orientuar. Kështu që edhe na që kemi qenë të radiologjisë onkologjike, edhe ata të radiologjisë imazharike kanë qenë si specialista radiolog. Në fakt, unë logaritëm si, jo si po, radio-onkologu i parë. Pioneri i parë, të themi, ja? Radio-onkologu i parë. Një profesion që a ke zgjedhur me dëshirë, apo kur u ndan specializimet në atë kohë sikur të... Jo, kjo ka qenë, që shme thënë, një dëshirë e imja, që lidhet me smurin e nanës time, e cila ka lëngu nga kanceri i mitrës, edhe është trajtu në Shkup. Unë utoja çdo vikend prej Beogradit në Shkup
se unë kam studiu në Beograd, edhe shihja atë qasin jo korekte të personelit, edhe i patavu veti detyrë që të orientohem në radio-onkologi, pas si vdesh nona, pas disa muajve, edhe ajo ka qenë faktikisht fiksimi imi, jo. Ishe student kur vdish? Po, student kam qenë, student i vitit 3 kam qenë. I vitit 3. Po mjekësin e kishe regjistru kështu prej një dashurie të hershme, apo ishte edhe kjo rastësi ose inspirim familjar? Ka të gjitha nga pak, por babgjyshi im, nga baba dhe tëtë, ka qenë pjesëmarrës i luftës në Kshicit, edhe ati është plagos, edhe është trajtu me barna popullore në malsinë e madhe. Edhe i ka sjell ato barna popullore në fshatin, edhe ka vazhdu profesionin e mjekut popullor. Popullor, fajn. Nuk jam i pari, i familje, por nuk jam i fundit, edhe nuk jam maj miri, se tash ka e kam një për mesa... Ju bicajt, jeni bo një brigadë, sidomos shëndetësi kështu me ju... Po, paka shumë, po, për fatë kesë, nëse kemi përjetu në kohën e slobës, nuk kemi kalu ma mirë asë në këtë kohën mas... As këdena, ja? Mirë, praf. Me gjithate, shqyqa, luftëtari i pare dhe nuk kalon letë në asë një shoqëri, edhe më demokratiket. Pse? Sepse i pari goditët. Majat goditën, majat kundrështohen, gjërat e reja vështirë pranohen, do më thonë unë jemi bindur që prandaj ke kalune për këtë farloj golgote edhe më pas. Po, je ndër figurat e para të radioterapisë onkologjike në Kosovë. Si duke i kjo fush kër e nisë në fillim? Në e the pak, për qëfar e nisë, për qëfar... Unë në fakt kam mbaru specializimin vitin 1980. 80. Specializimin në Beograd e për? Beograd, po. Edhe, në fakt, me qenë se nuk kishim radioterapi, s'kishim aparatur, unë kam punu dikun over 4-5 vjetë në radiologjin imagjerike, diagnostike. Me organizimit të shoqatës Kosovës kundër kancerit, për sensibilizimin e opinionit lidhur me smundjen malinje, pjesës e cilës ke qenë edhe ti. Kjo shoqatë krijohet 1984? 80-ën. A 80-ën krijohet? 80-ën është, faktikisht është regjistru vitin 1981. 81. Po. Si kërkes e ju, ja? Po pasaj ti kishe mbledh profesor tue ato? Po. Ajo e ka nisë, faktikisht është nisë si sekcion i onkologjisë, e mandej ka kalu si shoqatë e Kosovës kundër kancerit. Kështu që, në fakt, kryetari i parë ka qenë Pajazit Nushi, sa për... A Pajazit Nushi? Mirvete Radonici, Kelmendi, pediatrë. Dhe më thonë, ta ti kanë qenë të portë. Që ka? E kom atë dëshmin kur është registru në listën e shoqatave humanitare, atërë si i kanë registru. Po, një hovët marë e merë pastaj në vazhdimësi, sidomos... Shikon, ta që vitin 1985, faktikisht dikun ka fundi vitin 1984, atëherë sekretariati për shëndetësi, me insistimin dhe me kërkesën e neve që ishim të fushës e onkologjisë, është më rëndësi në 78 që atëherë sekretariatit ka qenë Steva Baljoshevich. Si minister në... Si minister sot, ishte nësisë. Po. Edhe ne ka ndonë 120.000 morë ka për aparatin se gjithë kun në botë fillimisht kanë fillu radioterapia me trajtimin e kancerit lëkurës. Për shembull në Tiranë ka fillu ky shërbim vitin 1939, ka qenë i pari Kadri Kërçuku, doktor Kadri Kërçuku, që e ka kry këtë veprimtari, që është këtë trajtim. Edhe ne 85, sa për kuriozitet, po atë vit 85, me pas
kemi mësu që nga formu Instituti i Onkologjisë në Tiranë. Në Tiranë. Edhe faktikisht kemi vazhdu më të tjenë 86-ën përmes aktiviteteve shoqatës e nëzorëm edhe projektin për Institutin Onkologjik. Ka pas ofertë prej, e kam përfshim edhe në monografi, prej mërgjëntarëve tonë, në veçanti në Amerikë, Red Gjakli, i ndjerë tash, mos lemru edhe ka kërku prej neve një shkres që është me interes për Kosovën, që aktiviteti gjithësisht mbledhja fundeve të ngritë në nivel New Yorkut. Për fat keq, ata që vendosnin atër, që menagjonin fakultetin e mjekësisë, nuk lejuan. Ti e din që fakulteti i mjekësisë ka qenë faktikisht kapela për mbi krejt klinikat. Ka qenë fakulteti i mjekësisë me klinika dhe institut. Ka në dhe një qështje që ka mujtë me ndiku dhe politika, Red Gjakli ka qenë në atë periudhë armik i Jugoslavisë. E kemi pas Red Gjaklin musafir, profesor, këtu. Edhe i përshëndesim edhe atë edhe zonjën e ti, Shpresa Gjaklin, doktoreshin që tash ban goqa shumë, sidomos për lëmin e fëmijëve me probleme të autizmit edhe të edhe i farë të qasën. Gjile Francesco ndoshta kase, a i ka qenë njëri shumë dikim në qarqet, ka pas kontakte dhe takime me nivellet nga më të lartat në Amerikë, dhe kërë kisha musafiri, thosha, të tjerët thonë se ke qenë FBI-c, thojke, veç thojnë, dhe nuk u bë ajo. Po mirë, kështu vetë, se tash kjo kishë fillu një dashuri e madhe jotja, që mja nisë një ditë. E kujton ditën e parë kur ke vepru, do më thonë, ke fillu punën si radioterapist me qujtë, ha? Radioterapeut. Radio-onkolog. Radio-onkolog. Po, më kujtohet, ka qenë 8 mars, faktikisht i vitit 1985. 8 mars 1985. Jemi konë edhe në për koncertën e për Kosovë. Po. Koncertet i ke organizu me shoqatën tuaj, edhe me të gjithë neve, që parat që mblidhen të shkojnë... Dedikohen për projekte. Për projekte dhe për... Edhe që është e vërteta, sa për djenin tuaj edhe të opinionet, ato e kom cek edhe në monografi, po atë ditë me 8 mars është bë dhe mamografia e parë në Kosovë. Mamografia e parë me 8 mars 1985. Dhe më thonë, andra jote po realizohet pak nga pak. Se në realitet jemi të folë për qëtë monografi. Për dashurin tënë dhe tjetës në realitet. Institutin Onkologjik. I cili tash në realitet quhet klinika onkologjisë. Po, ja kanë nëru edhe pse, nuk e di, tash klinika duhet ketë edhe profesor, tash e ka vetëm një profesor, për fatë mirë tash kanë doktoru disa 3-4 ish specializant mi, tash specialistat onkologjisë, ka një numër i mirë i tyre që po kry një punë të madhe dhe të mirë. Më pas, edhe këtu je pioneri i parë në drejtim të asaj që ke luftu shumë, je përpjek shumë që të kryohen specializantët e ri, radio dhe onkolog. Tash e kanë do edhe onkologjin në 2 grupë, onkologjin klinike edhe onkologjin radiologike, gjithështë radioterapin. Si i përgjithësi ekipin e mjekëve atë? Duhet të përmendi një ngjarje që vitin 1998, kur punonim atër në për shtëpi private, e pyta student sa për i tyre për shemë din të bëjnë ndaljen e gjakderdhes masive, imobilizimin e gjymtyrve, kapelen ruse e këto, edhe vrejta që dikun përqini shumë e vogël e tyre din. Edhe ju thash, javën tjetër,
do t'i kemi në vend 2 orë onkologi, do t'i kemi 4 orë ndim të parë për përgatitje se po futemi në luftë. Ne jemi në prak të luftës. Edhe ato skica i kom përfshi edhe në monografi, që faktikisht në vend të onkologjisë atër ishte prioritet përgatitja edhe të studentëve që mos lufte, plot nga ta më kanë thonë kjo neve na ka vlerë shumë. Na ka ndihmu të shpëtojmë jetë njerëzish. Po, në monografin tuaj, profesor, shkruan 1968-2024. Janë 2 arsye pse e kom marrë 1968 si vetë. E para është pse ish drejtori i spitalit Prishtinës, që ka qenë sigurisht me periardhë shqiptare, si shumica e malazezve, Branko Zogović, edhe ai për herë të parë e ka porosit në vakt bombën e koboltit, që o konë një trajtim me terapi supervoltazhe, por me burimet hapura. Se nuk kanë qenë këta akceleratorë që kanë arë ma vonë, atër ka qenë kjo faktisht teknika ma moderne e asaj kohë. Edhe e ko marrë qëllimisht që ai në 68-ën, a e bombe koboltit, kishtë arë dikun depo të i nishit dhe dje dhe së interesu kush me morë. E dyta, vlen të përmene që po i njëjti drejtor, ku është sot që kë uja, këtë ma ka thonë doktor Hedvig Kadriu, se kish pas rastin me taku me një rast kur ja ka nda me një e shkolla e mesme i mjekësis, ai i ka nëzirë, do më thonë i ka registru në emën spitalit Prishtinës 65 hektarë, që janë sot ku e sot që këu. Në mënyrë që të bëhet me, kur jemi tek Hedvigu, le ta përshëndesim, sepse është studenti i pari diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë, doktor Hedvig Kadriu, dhe ta adorë të pasën. Dhe në realitet kjo... Edhe dyta ka qenë se atë vit ka qenë plani që të filloj viti i pari Fakultetin e Mjekësisë. Një grup kemi qenë dikun over 120 student që kemi majtë para përgatitje, kemi, biologi, fizik, tja din ato provimet pranuse. Po, pati deshti që të shtyjet për një vit. U shtyj për një vit, shkove konkurove në Beograd pastaj. Na shkum një grup bukur i madh. A u pranun shumë veta? U pranun, normal u pranun 3. Mesin e tyne nuk isha ason. Por me intervenimin e me tasaj kua, për duket ka qenë kryesi të Jugoslavisë, Fadil Hoxha. O rrit numri. Edhe kanë pru vendim që mi pranu 20 student që kanë pika ma shumë, edhe jemi pranu një kontingent i mirë, i mjekve në atë kohë. Edhe ai grup i mjekve, mas luftës, mas shlirimit, gati çdo vjetë kemi pas takimet përhershme. Vazhdon kjo kronologjia që na keni shkru këtu. Në 79-ën, seksioni onkologjisë, kuadër shoqatës mjekëve të Kosovës. Shife me çfarë emrash fantastik. Profesor doktor Elizat Rishi, profesor doktor Besim Slamniku, profesor doktor Xhemail Bajraktari, profesor doktor Binak Kastrati, profesor doktor Hashim Maloku, gjigantë të mëdhej të gjithë profesor, si puna juaj, që po na i krijonit shtyllat e asaj që ne sot e kemi për detyrë ta kultivojmë, ta ngrisim, po me 11 mars 1980 themelohet kjo shoqat. Po punën pastaj i ke poshtë emrat në vitin 1984-86, keni punu shumë në krye me juve në realitet. Kemi punu mjatë, në 84-86 kemi pas edhe kryesin e lidhës shoqatave kundër kancerit Jugosllavisë. Në atë kohë ka qenë kryetar i atij asociacioni Nazmi Mustafa, ekonomisti, e unë kam qenë sekretar i atij asociacioni.
Mu më kujtohen koncertet që i organizum dhe ajo ndërlidhe edhe shpirtërisht me mua se e isha student në këtë periudhë dhe me patjetër që ishte gjë shumë e rëndësishme. Onkologjia të ka sjellë edhe shumë emocione gjatë, se s'ke resht punuari, po s'ke heq dorë asnjëherë. Edhe në ditët e vështira kur i patëm të robrisë, edhe të... Po, në vitin 1981, edhe pse isha i vetmi specialist në shërbim, pas një vjet gati që kisha ardhur administrimi i dhënshëm, më larguan. Madje ai që ishte... 91? 91. Sepse është interesant, në vitin 81 ju një asistent, profesor. Në vitin 81 jam zgjedhur si asistent. Si asistent. Po them sa i përket kohës okupimit. Edhe ke marrë guximin me majt ka 1 minutë heshtje me çdo grup për të rënët në demonstrata për... Ajo është një kujtesë që unë e them vedia kombëtare ka qenë shumë nivel lartë të studentët tonë, në veçantë të fakultetit mjekësisë, sepse të marrësh 1 minutë heshtje edhe mos të spionoj askush, kjo dërgon që ka qenë, domethënë, vërtet kanë qenë studentë. Se gjithë populli na konë me lirin. Domethënë, po ka mujt. Ka pas edhe asi që janë konë kundër, po unë po flas për fatkes. Për studentë e fakultetit mjekësisë kanë qenë vërtet bilin në atë grup. Unë e kam pas ishë ministrin, Ferida Goner, kam pas... A kanë qenë një generatë shkëlqyrë që janë edhe sot, ha? Në dhe ishëm si Shamsedin Dresha... Ka qenë një grupë shumë... Ka qenë edhe plot tjerë që ka... Jo, so fullaje, për plot të tjerë që... Profesor, një monografi shumë e rëndësishme, e shkruar, sigurisht të është da shumë punë. Sa vite ke punu në këtë monografi? Unë drejta nërë... Këto janë... Apo ke punu shumë vite dhe i ke mbledhë? Fryti i shumë viteve, e mandej i kam mbledhë, i kam sistemu, e kam bërë një projekt, e tash i kam qitë gjitha në vendin e vetë. Me gjitha të, ka qenë e vështirë me konceptu, me ndërtu një histori thjesht shkencore, në një vend ku dokumentimi është edhe i mangët, ku na i kanë hupë shumë gjëra gjatë robrisë. Kam pas edhe vetë dokumentacione që i kam rujt prej periudhëve ndryshme, prej viteve Ke rritë i rujt, me i rujt. Edhe shpëtun edhe gjatë luftës. Edhe gjatë luftës kanë shpëtu se kur ikem si shumica prej neve, gjëja e parë që ka qenë marrja dokumentacioneve që tyre Kembrimi i marrë, ha? I kom qitë një valizë dhe... Gjatë të konceptuarit, të shkruarit, të pregaditjes, kësaj monografie shumë të rëndësishme, se flet për 2 segmente, me thonë, edhe onkologjinë dhe radiologjinë, tepër të rëndësishme në botën e shëndetësisë, të mjekësisë, të mbrojtjes së shëndetit, edhe të shërimit më pas. Cili ka qenë kapitulli që personalisht e ke përjetuar me ma shumë emocione gjatë pregaditjes kësaj? Që të ka këthy mrapa, të ka bërë më nostalgjik, të ka emocionu? Kapitull nështë i veçantë ka qenë ai kohës okupimit. Aty ka qenë një situatë, një gjendje e rëndë se pacientët mbetën faktisht pa shërbimin tim si specialisti vetëm që isha atër, edhe mora rrugën e Tiranës dhe kontaktova me kolegët atje. Të Shqipëria mamë? Në Tiranë, një koleg i imi dhe miki imi, Astrid Ali Mehmeti, në fakt e organizoj takimin me ministrin atërshëm Tritan Shehun, edhe prej atëherë ka fillu që pacientët tonë që kanë shku jo veç onkologjik, po gjithë tjertë i kanë pranu si pacient e Shqipnisë. Të gjithë? Po. Kështu që... Vini njerëzit sigurisht konsultoheshin me juve, keni pas në një pika atëherë në këto
ordinancat private që i kryum në për shtëpia, në për podrume, në për... Po unë kam punu shkurt, thëmë drejten, se në fillim viteve 90 ishe aktivizum në aktivitetet sindikale BSPK, kam qenë si përfaqësuesi i shëndetësisë nivel qendror, si nënkryetari i Këshillit Ekzekutiv. BSKP është bashkësia sindikatave të Kosovës, sepse ka gjenerata të reja që se din që ka qenë kjo. Bashkësia sindikatave të pavarura të Kosovës. BSPK. Bashkësia sindikatave të pavarura. Sindikata ka dhe sot, dhe do të kuptuar që ka qenë koza problematike, e vështirë, u duhet me shtërngu profesor për me hi aty. Ajo, është e vërtet se faktikisht gjithë ne që kemi qenë aktivist, kemi qenë edhe të përcjellë në stop. Sigurisht. Të monitorum. Ke pas edhe vit kuqe prej gjyshit, prej babës, prej i përcjellur ke mujtë me qenë gjdo ko. Po, është fakt, kemi qenë si to familjet, tashtu që i quishi nacionaliste, irdentiste, kanë qenë, por fati është që shkollimin s'kanë mujtë, ose s'podi, ose ishë, po thëmë, e periuda kushtimisht them e viteve 70-ta që ndryshoj, sa i përket viteve të përparme, kështu që shumica jemi shkollu, edhe si shtë një kushëri i lartë imi, ju bicet ja keni po hojrin burgut plezve, se që kanë pranun, po unë keni shku në shkollë. Atëri keni kry shkolla, atë keni ledzu shumë, edhe keni ledzu shumë sigurisht. Profesor, tashi dëshira ishte që trajtimi radiologjik në këtë rast, i pacientëve që i takonin onkologjisë, pacientëve me kancer, me lloje të ndryshme të kancerit. Këj dëshira ishte një ditë me bon një klinik për trajtimin e kancerit në përgjithësi, sepse ishte dhimbje e madhe, shkonim në përbot, ose s'kishim ku me shku fare, edhe keni mrit deri dikun në krijimin e shoqatës të institutit, fillimisht në letra. Të drejtën aktiviteti i shoqatës i fundit ka qenë në kuadër të mujt mars ne e organizonim, atër tash e kanë kthy në tetor me moton gur bëhet instituti onkologjik. Edhe po atë vjet qeveria atëhershme i ka leju 2.400.000 euro. Cili vit është? 2004. 2004. Po. Edhe në vend se me fillu me ndërtimin, e i bjen sigur se s'ki shpihi që mi ble o rëndite. I kanë ble pa pelqimin tonë, i kanë ble aparatura. I kanë ble aparatura cilat kanë qëndru dikon over 4-5 vjetë dhe sa ngriti instituti e tjera. Kështë që janë bërë shumë... Gjatë rëndimit gabime më pastaj. Shumë punë që pa konsultën e ekspertëve të fushës. Tani jeni profesor, doktor i kësaj lëmije, për fat kesh në pension, se ke mujtë me dhomësim edhe një 10 vjetë. Se tip top po të shoh, profesor. Absolutisht. Si e vlerësoni sot nivelin e trajtimit kancerit në Kosovë? Krahasuar me rajonin, bi fjala? Të në drejten, sot ta ish studente mi, specializante mi, cilëve faktikisht unë zbashku me kolegët e kemi pas kriju edhe atë programin e specializimit. Është një grup dikun rreth 20 onkolog që qoftë në radioterapi, qoftë në onkologjin kliniki që merret me kimioterapi, që bojnë një punë të mirë, por unë si profesor i kom thonë edhe atyre, kam vrejtje që ato konziliumet onkologjike që kanë që shtojnë duhet jenë multidisciplinare, nuk mund të kufizohen vetëm në onkologun klinikë dhe në për fatë kecë ose organizohen rrallë ose
vetëm ata me zveti. Profesor, edhe unë që ditëm për këtë, në kohën kur kam studiun, konziliumet mjekësore, si kur bëshin gati për çdo pacient që kishte me hynë operacion, apo për intervenime të caktuara, dhe më duket që kjo është goxha mbetet në dorën e njërit për të vendosur në... Onkologjia sot për sot është fushë që i përket kirurgjisë në rënd parë, mandej radioterapisë si dy trajtime lokale, kushtimisht të thonë, edhe kimioterapis, i cila është sistemike. Po sot, për shembull, kimioterapia ka preparate me veprim të fokusuar, ose që quhet anglisht target therapy, që faktikisht godet vetëm qelizat që lidhen faktikisht preparati me receptorët që vinë nga qelizat malinje dhe faktikisht kursehen paka shumë qelizat normale. Cilat janë pajisjet, se e di që e përcjell edhe sot, edhe pse si aty brenda, edhe teknikat moderne që i mungojnë sot Kosovës? Unë e kom përfshi këtu në libër, në monografi, madje edhe atë pjesën prej 2014-ës, ku kam qenë fillimisht para pensionit, për edhe janë ashkallum, ja kom lënë kolegëve të mi të ri, që ta vazhdojnë, ta përfshin ku adërsoj, është një kapitull i veçantë, kështu që faktikisht ka aparaturë, tash kanë marrë edhe një, i kanë atë akseleratorin që e kanë bërë 4 vjetë para se më ndërtu instituti, e kanë gjujt për skrap, tash kanë 2 akselerator që janë me multilift, dhe më thonë që është fjalla gati e fundit e radioterapisë i për këtë rajonit. Nga aspekti i furnizimit me citostatik, si pas informatave që i kam dikun mbi 90% mbulohen, sepse janë preparate shumë shtrejta, preparate që jipen për kimioterapi. Për kimioterapi. Si po ndryshon roli i mjekut onkolog? Jo në botë, flasë në Kosovë, po në raport me të arriturat në përbot. Ke mujtë me përcjell këtë gjë? Ose me dhonë porosi për këtë gjë? Paka shumë këta mjek të ri që janë aty, kanë mundësi po shkojnë në për kongrese, në për konferense, që i bjen një lloj edukimi i vazhdueshëm. I dyne, kështu që janë si në rrugë të mirë. Tash për shembull është drejtori i klinikës onkologjike, doktor Ilir Kurtishi. Ilir Kurtishi. Po, ai ka qenë faktikisht mjeku i parë që e kam dërgu para se me marrë specializimin vitin 2007 në Pisa për radioterapi. Për radioterapi. Ka qenë 3 muaj ditë. Mandej edhe 2 fizikanë i kom pas dërgu për mes një projekti italian, edhe ka qenë edhe Naim Bardiqi me sekretari permanent. Ta ditë kanë qenë forë që i kom pas dërgu. Mandej e kanë kryer specializimin edhe njëri edhe tjetëri. Këta specializantët që realisht kanë rrugtu me punën tuaj, me këshillat tuaja, kanë hecë mirë, të kanë dëgju? Mirë kanë hecë, po them, ka prej tyne që janë në hap me kohën edhe për cilin, një grupi, nuk do t'i veçoj me emre, se për mu janë gjithë shumë në jetë në njoni. Ishtë specializant atë mi edhe unë e them prindi edhe mësusi, ka qef me po fëmin edhe studentë ose në conë si mi. Më lartë se vetë.